Sigurisht që i provuar tani. Kur dhe ajo që vëre unë, të vendet, le të themi, partnerët europian, por edhe amerikan, shoh që disa materiale që nga viti 2020, pra një vit pas themelimit të strukturës posaçme, ato e ka. Ne kemi biseduar shpeshherë, se këta janë dhe ekipe elektorale, ne kemi thënë pafundësisht herë. Edhe aktiviteti i tyre kriminal elektoral është edhe ai i provuar në dosje që janë në SPAK. Pra nga 2020, po mbyllen 6 vite. Janë këto dosje aty. Dhe ne shohim që kjo ka qenë, le të themi, ajo nyja e thyrë mes partnerëve dhe strukturës posaçme në të rezervimin për triumfalizëm. Sepse shumë dosje që janë këtu, shumë materiale që atje mbarojnë çështje gjyqësore. Kemi në Itali, antimafia, ka mbaruar për gjyqësore. Në SPAK nuk është bërë asgjë. Them asgjë. Kemi rastin atij Halilit, besnikut partisë. Në Itali është dënuar ka 4-5 muaj me vendim të formës për. Ktu vazhdon merr tendra. Kemi trafikantë drogë që janë në burg të marrin punë publike, marrin tendra. Dhe tani edhe struktura posaçme, i shkon ti zotërisë së prokurimeve qeverisë. Kjo që është? Sa nuk do shkoj qeveri. Pse e bëri tani për shfokusim, thjesht për shfokusim vëmendje, nuk besoj që ka qenë vetëm për këtë. Ore, është në hall të madh penal individualisëm. Njëkohësisht edhe një frikë individuale fizike. Këto kontrata miliardëse që kam me banditët, me kriminalët, ata nuk zgjidhen thjesht me fjalë. Nëse s'u mban premtimet, nuk u jep paratë, dhe nuk bëhet fjalë për histori qëndarkësh, histori miliardash dhe histori qindra milionerësh. Dhe çfarë sillte kjo e fundit që ti thua? Arrestimi i Agazit është një përpjekje, sepse edhe trusnia ndërkombëtare e partnerëve është shumë e madhe dhe nuk mund livadhisesh më në këtë gjë. Është një nga skenarët që përmendet për shembull. Natyrisht pra, edhe kjo trusnia e madhe. Po është Agazi, po ku janë ortakët e tjerë? Ku janë ata ku strehohej Agaz? Ku e ke Sulçelën, Troplinin, tjerë, ku janë ta njerëz që ka prej vitet që edhe këta janë. Ditësh thoshte djetë. Dalim te elementet gazetaresk tani. Prej ditësh ishte vënë në ndjekje. Pra e kanë. Po ndjekte Agazi policët. Po ndjekte Agazi policët dhe ata u përplasën mbar se donte ti parakalonte. Fshi detaj grotesk tani, mos tallën ata, po i kanë ndjekur prej ditësh. Ai ka 8 muaj që i ndjek ato, që han dreka darka. Ne kemi parë lajme me bollek që drekon me ministrin e kryeministrit, ta e pas kanë ndjekur. E kanë ndjekur për ta ruajtur se kanë kujtuar se do vi kryeministri takohet me të. Po kanë ndjekur ku ishte përpara, për dalë nga që thua ti ku janë të tjerët. Kishin parë, por e kanë marrë të verën që 33 mijë po ja kanë lënë ta pinë shënia. Kjo historia e ndjekjes. Mund të them është një operacion më tepër mediatik se sa i drejtësisë, sepse drejtësia tek e fundit çfarë do kontrolloj tani? Ka kontrolluar një banesë, 2 banesa pas një viti. Pas 2 vitesh, se kjo ndodh me shumë çështje të kësaj natyre, të kësaj përmase. Kjo është organizatë kriminale zyrtarisht. Po mund të shmangte të paktën që në makinë me të ishte një ish. Unë nuk po them efektiv policie, po them ish drejtues policie një moment, sepse për shembull sot deputeti Tomora Lizoti ka rikthyer në vëmendje që pikërisht personi i arrestuar Ulian Shpadaraku ka qenë zëvendës drejtor i Elbasani, policisë Elbasani, thoshte ai ka qenë ky i cili ekipi kriminal elektoral, pra, sigurisht. Ndaj protestave tona në ta kishin emëruar ish drejtorin e përgjithshëm. Ta kishin emëruar ish drejtorin e përgjithshëm dhe shoqëruesi është një nga miqtë e tij i përmendur pra. Çfarë tregon edhe ky element për të gjitha, se duan ndalen pas edhe te një. Tani këto ishin në njësia kriminale e pushtetit me licencë të kryeministit vend dhe ishin punëmarrësit e tij. Në fakt duhet diçka tjetër në tani. Sigurisht nga fut, por ne duhet skenarit të ngritur. Por unë them pra që struktura e posaçme, nëse do të rikthej, le të themi, profesionalisht vetveten, pjesërisht, se në parametrat e duhur i duan vite. Duhet të ndalet tek një emër. Është duke dalë në çdo dosje. Unë të them të përmendun tani 15-20 dosje që emri i Edi Ramës aty nuk është thjesht si etiketë. Është si firmtar, është si nënshkrues, është si përfitues. Tani ai të thotë në trafikun e drogës. Ka pjesën e vet kryeministri i vendit. Kemi atë dosjen tjetër po në Belgjik, çopë, miliarda euro trafik me tonelata lingota ari. Mani këtë histori që i di struktura e posaçme, e di kush janë përfituesit, e di kush janë lejuesit e pastrimit, firmëtarët, po kryeministri i vendit më. Ç'është ky naivitet, kjo padjeni e theksuar e tyre. Rastësisht pas kanë marrë nga Belgjika, nga Franca, nga Hollanda, Italia, Gjermania dhe Amerika, se këta janë të pandehur. Dhe i kanë bërë nënën trafikut edhe vendit tani. Dhe kjo histori i ngarkon ata njerëz aty me përgjegjësi për mosveprime.